se shumë vite kanë kaluar, përsëri një nga çështjet më delikate është vdekja e ish-deputetit të Partisë Demokratike, Sokol Ylldashi. Shtohen dyshime për aksidentin e tij, bllofi me telefonatën në humner dhe pikpyetjet për një personazh të dytë. Janë shtuar dyshimet, kontraditat dhe pikpyetjet rreth aksidentit fatal të deputetit të Partisë Demokratike, Sokol Ylldashi, i cili u përcoll në banesën e fundit. Sokol Ylldashi ju pa të dhënë ceremonia e fundit mortore spektakolare, duke mos harruar asnjë person nga të dyja partitë themeluese të Shqipërisë. Një ditë pas ngjarjes tragjike, sa pritet të qartësojë gjithçka, ndodhi e kundërta. Bëhej fjalë për dyshime dhe zërat për një person të dytë në makinën e Sokol Yldashit në momentin e aksidentit tragjik. Në rrjetet sociale, në rrethet politike dhe mediatike, përfitet për një person të dytë i cili ndodhej në makinë me të ndjerin Yldashi, kur makina ka rënë humner. Në rrjetet sociale nuk kanë munguar as dyshimet e çmendura, duke bërë analizhimin e aksidentit të Yldashit dhe vdekjes misterioze të Kosta Terbickës. Ndërkaq, për 2 orë me radhë, policia dhe njerëzit në vendin e aksidentit flisin për një person të dytë. Madje, në vorbullin e lajmeve kontradiktore u përfshi dhe emri i Shkëlqen Aliajt. Por më pas, gjithçka u mohua, kur u mbrojt varianti sipas të cilit Ylldashi po udhtonte i vetëm. Gjithsesi, dyshimet lidhen me telefonatën e fundit të Sokol Yldashit nga humnera. Deputeti Igli Cara ka deklaruar se Ylldashi i ka telefonuar shoferit në momentin e aksidentit. Kam bërë aksident, jam keq, ka thënë Ylldashi. Po ashtu, Cara njëherë thotë se ishte së bashku me shoferin Ylldashi në Tiranë. Më pas, pohon se shoferi ka qenë në Durrës. Nga ana tjetër, mjekët dhe policia thanë se i ndjeri Ylldashi ka marrë goditje të rënda në kokë. Natyrshëm lind pyetja, a ishte në gjendje Ylldashi të gjente telefonin dhe telefonte shoferit? Njeri me dëmtime të rënda në kafë, a mund të telefononte në atë situatë? Nëse telefonata nuk ka ardhur nga Ylldashi, nga kush ka ardhur? Pse zërat e personit të dytë u shuan më njëherë 2 orë pas aksidentit? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.